dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Qyteti i Lushnjës ka festuar mbrëm në sheshin kryesor 87 vjetorin e lindjes së artistes së madhe Vaçezela me një koncert përkujtimor ku morën pjesë këngëtar lushnjar dhe motrat Libohova. Lushnja ka përjetuar me emocione dhe krenari mbrëm 87 vjetorin e lindjes së ikonës së muzikës shqiptare Vaçezela, përmes një koncerti festiv të organizuar në qendër të qytetit. Aktiviteti mblodhi 10 qytetar, ardashës dhe figura të njohura të muzikës, duke kthyer mbrëmjen në një festë të vërtet. Në sken u ngjitën emra të njohur këngëtarësh nga Lushnja dhe motrat Libohova, që interpretuan disa nga këngët më të njohura të repertorit të Vaçezelës, duke rikthyer emocionet dhe nostalgjinë e brezave. Sot jam 20 vjeç, edhe jeta më thërre, të qesh të këndoj, dhe gëzimet të ndërroj. Publiku i pranishëm i shoqëroi interpretimet me duar trokitje dhe këngë, duke dëshmuar se trashëgimia e saj vazhdon të jetojë fort në zemrat e lushnjarëve. Këngët e Vaçës janë burim frymëzimi, jo për ne si artist, po për të gjithë populli shqiptar, mos them më gjerë se populli shqiptar është hapur shumë. Unë kam pas shoqen e mamas, sa kam kujtime shumë të bukura, se vinte në shtëpi dhe pëlqente shumë ato lule, sidomos lulet e Borës. Edhe mama gjithmonë i falte nga një lule. Një herë vetëm jam takuar me Vaçën në shtëpinë e saj. Kam vajtur punë këngë, për punë muzike, dhe kam ndëjtur aty një 2 orë që janë dukur si 20 minuta. Unë jam rritur në ambientet e qendrës kulturore të fëmijëve me këngët e të madhes Vaçezela, dhe është nder dhe privilegj që unë të jem sot këtu e të këndoj një nga këngët e saj në këtë përvjetor. Cilat nga këngët e Vaçës të repertorit saj ju i keni në përzemër? Patjetër, Djaloshi dhe Shiu, Lemza, mund të them se unë jam rritur me gjitha këngët e saj dhe nuk mund të veçoj ndonjë, por për mua është Djaloshi dhe Shiu. Vaçja është e para unike shkollë shqiptare e këngës muzika e lehtë shqiptare. Imagjino, nuk ka Italia një shkollë të tillë. Italia vërtet ka këngëtar të global, por një shkollë të muzikës lehtë nuk e ka. Ne për fat të mirë nuk e kemi shkollë, po e kemi shkolla Vaçezela. Në qoftë se një talent i ri ka një zë nga natyra, mjaft të dëgjoj Vaçezelën se si këndon, se si e transformon zërin, se si hedh refrenin me notat, me interpretacionin, ajo është shkolla e bukur. Vaçën fillimisht e kam njohur nëpërmjet radios, se ekran nuk ishte në atë kohë kur unë kam filluar të këndoj. Si lushnjare, familjen e saj, motrat, vëllezrit e saj, por si këngëtare e kam njohur nëpërmjet radios me zërin e bukur dhe e kam pasur, them më mirë, idhullin tim gjatë gjithë rrugëtimit tim artistik. Pra, ajo ishte që na udhëhiqte se si këndohet kënga e muzikës së lehtë dhe më vonë ajo e muzikës popullore, se fillimisht e ka nisur me muzikën e lehtë. Organizatore e këtij aktiviteti ishte Bashkia e Lushnjës. Qëllimi i tij ishte ruajtja dhe promovimi i vlerave artistike që la pas artistja e popullit, duke e konsideruar këtë koncert si një homazh të merituar për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në muzikën shqiptare. Një aksident ka ndodhur dje në autostradën Rogozhin-Lushnjë, ku një automjet me shpejtësi ka marrë përpara zetorin bujqësor. 3 persona u plagosën dhe ndodhen në spital i jashtë rrezikut për jetën. Një aksident rrugor është regjistruar pas ditën e djeshme në autostradën Rogozhin-Lushnjë në afërsi të fshatit Golem. Një automjet tip Volkswagen është përplasur me një mjet bujqësor tip zetor, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka qenë aq e fortë sa që mjeti bujqësor është shtyrë për 10 metra përgjatë rrugës. Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të lënduar 3 persona, drejtuesi i zetorit dhe 2 persona që udhëtonin në automjet. Të lënduarit janë transportuar menjëherë drejt spitalit për të marrë ndihmën mjekësore dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Nga të dhënat paraprake të policisë rrugore, dyshohet se Volkswagen ka qenë duke lëvizur me shpejtësi të lartë në momentin e përplasjes, çka mund të ketë ndikuar drejt për drejt në shkaktimin e aksidentit. Ndërkohë grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa pritet edhe ekspertiza shkencore për të përcaktuar shkaqet e sakta. Ky konsiderohet një rast i rrallë, pasi mjetet bujqësore zakonisht nuk lëvizin në autostradë, duke shtuar edhe më shumë pikpyetjet mbi dinamikën e këtij aksidenti. Çmimet e larta dhe pamundësia për pagesën e taksave largojnë blerësit nga tregu i frutaperimeve në Fier. Nga 75 tregtar, sot numërohen vetëm 35.
Kriza e re e çmimeve si pasojë e luftës në Iran ka ulur ndjeshëm fuqinë blerëse duke çuar drejt boshatisjes tregun shumëvjeçar të frutaperimeve në Fier. Nga 75 tregtar, sot numërohen vetëm 35 dhe shkaku kryesor i largimit të tyre mbetet pamundësia për pagesën e taksave. Ndërkohë qytetarët shprehen se rritja e çmimeve është e papërballueshme dhe se prodhimet me çmim të lartë si domatja, specat apo kastraveci i kanë hequr nga lista e blerjeve. Që presha spinaj po marrim. Mire domate me 3.500 lek më të janë gjëra shumë të që. Ne kemi pensionistën e se përballojmë do të fare. Shumë e vështirë është bërë jeta. Nëse vazhdojë rritja? Neve doam buk me presha, buk me djathë. Ne s'kemi nga i japim, ne nuk e marrim vetë se janë çmimet kaq të larta. Çmimet disa janë në qiell, ato tjerat zakonisht janë tokë. E keni të vështirë t'i bleni tani? Nuk blem fare, ato që janë qiell nuk ashtu dot. Janë të ndaluara. Edhe dhel për kështu tha, donte të ashtu, po janë pa pjekur tha. Shumë të larta janë. Ja, 5 allator, 1.500 lek, 1.700 lek kilja. Do madhe 2.300, pensionista e mine. Që të bëjmë? Nga sa kishit planifikuar që të pensionisni sot, keni reduktuar? Nga pak gjera kështu, nga të gjitha nga pak. Pensionistët janë të parët që preken nga kriza e çmimeve. Pensionet e ulta i detyrojnë të reduktojnë sa të munden blerjet, ndërsa theksojnë se pandimën e fëmijëve nuk mund t'ja dalin. 2 kokra moll 1.000 lek, domatja 3.500. Futemi, mi që na mbaj fëmija. Ngritje ka. Po, që të përballueshme janë, pensionista e mine, aq marrin. E vërtetë është se nuk u bë shteti dorë për ne. Me bukra se këta punojnë për vetën e tyre. E di që ka ardhur një kohë, po punojnë këta fatkeqe dhe po hanë këta barkë drekit. Kështu ka vajtur sot. Por, ne shikojmë me shpresën e Zotit, mas e bëhet më mirë. Nëse vazhdon rritja? Se atëherë pastaj do përjashtojmë ngrënin nga çdo gjë e mundshme. Edhe pse qytetarët janë përballur shpeshherë me rritje çmimesh, veçanërisht në prag të festave, një situatë kaq e zymt dhe e pashpresë nuk është ndjer asnjëherë më parë në këtë treg simbol të qytetit të Fierit. Policia rrugore e qarkut Fier po monitoron me dron të gjitha akset rrugore për parandalimin e aksidenteve si dhe menaxhimin e trafikut. Policia rrugore e qarkut Fier me anë të një njoftimi ka thënë se po monitoron me dronë, radar dhe makina inteligjente të gjitha akset rrugore, me qëllim parandalimin e ngjarjeve rrugore me pasoja, si dhe menaxhimin e trafikut. Shërbimet e policisë rrugore janë vendosur në akset kryesore të qarkut, konkretisht në segmentet Lushnjë Fier, Fier Vlorë, Fier Mallakastër, Lushnjë Divjak, Lushnjë Berat. Këto shërbime janë të pajisura me mjetet më të specializuara për monitorimin e qarkullimit dhe kontrollin e lëvizjes së automjeteve. Gjithashtu në qendrat e banuara të qarkut Fier është shtuar prezenca e punonjësve të policisë pranë shkollave 9-vjeçare dhe të mesme, me qëllim garantimin e sigurisë maksimale për fëmijët dhe nxënësit gjatë procesit mësimor. Në fokus të kontrolleve janë drejtuesit e automjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, si parakalimet e gabuara, drejtimi i mjetit në gjendje të dehur, errësimi, veshja e xhamave të automjeteve. Të gjitha këto shkelje janë ndërshkaqet kryesore të aksidenteve rrugore. Kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore të qarkut. Policia rrugore e Fierit apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe i fton të denoncojnë çdo shkelje të kodit rrugor që hasin në përditshmëri, të cilat bëhen burim i aksidenteve rrugore. 4 astronautët e Artemis 2 po vinë drejt tokës. Momenti më kritik i kthimit është hyrja në atmosferë me rreth 30.000 km/h. Astronautët e misionit Artemis 2 të NASA-s, që u rikthyen në orbitë rreth hënës pas më shumë se 5 dekadash, kanë treguar emocionin e jashtëzakonshëm që ndjen ndërsa fluturonin rreth saj, duke fotografuar krateret dhe kreshtat e hënës. Ekuipazhi kapi nga dritarit e Orionit pamje të mahnitshme, përfshirë tokën që ngrihet pas hënës, një eklips diellor dhe pjesë të zonës orientale me gjerësi 950 km, një zonë që nuk është parë kurrë nga sytë e njerëzit. Astronautët raportuan gjithashtu nuanca të pazakonta kafe, jeshile dhe portokalli në peizazhin gri, si dhe shtresa të holla të pluhurit të hënës. Pasi u rrotulluan rreth anës së largët të hënës, 4 astronautët tani po kthehen me shpejtësi drejt tokës.
Udhtimi i kthimit pritet të përfundojë me një përplasje pranë Bregdetit të San Diegos në orën 8:07 të mbrëmjes të premten sipas kohës lindore të Amerikës. Ky moment është pika më kritike e misionit, pasi kapsula Orion do të hyjë në atmosferë me shpejtësi rreth 30.000 km/h, duke përballuar temperatura që arrin deri në 2800 gradë Celsius dhe modulit i duhet një shpërndarës i nxehtësisë tepër i avancuar për të mbrojtur ekuipazhin brenda. Buroja termike luan një rol jetik, sepse mbron astronautët nga nxehtësia ekstreme e krijuar nga fërkimi me atmosferën dhe çdo defekt i vogël mund të ketë pasoja katastrofike. Moduli shkëputet nga pjesa kryesore e Orionit përpara se të fillojë faza e rënies finale. Pas kësaj parashutat fillojnë të hapen në seri, 1 ose 2 parashuta të vogla për kontrollin e orientimit, dhe më pas parashuta kryesore për uljen e ngadalt dhe të sigurt në tokë, ku ekipet e shpëtimit janë në gatishmëri për të rikuperuar astronautët. Suksesi i këtij kthimi është vendimtar për planet e NASA-s për të krijuar një bazë të qëndrueshme në Hënë dhe për ta përdorur atë si piknisje për misionet drejt Marsit. U arrit paqja 2 javore mes Amerikës dhe Iranit, ku Teherani do rihap përkohësisht ngushticën e Hormuzit. Amerika dhe Irani kanë rënë dakord për një armpushim 2 javor të martën, ku Teherani do të rihap përkohësisht ngushticën e Hormuzit, pak para se afati presidentit amerikan Donald Trump për Iranin të skadonte. Presidenti Trump njoftoi se pezulloi planet e tij për të përshkallëzuar sulmet në të gjithë Iranin, gjithashtu dhe Izraeli pranoi armpushimin. Trump tha se kishte marrë një propozim negocimi prej 10 pikash nga Irani, ku kërkohet heqja e të gjitha sanksioneve parësore dhe dytësore ndaj tij, vazhdimin e kontrollit iranian mbi ngushticën e Hormuzit, tërheqja ushtarake amerikane nga lindja e mesme, një fund i sulmeve ndaj Iranit dhe aleatëve të tij, lirimi i aseteve të ngrira iraniane, një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që e bën çdo marrëveshje të detyrueshme. Sa kaq, ministri i jashtëm iranian ka deklaruar se kalimi i sigurt në ngushticë do të lejohet nën menaxhimin ushtarak iranian. Irani do të pranojë përfundimin e luftës vetëm pasi detajet të finalizohen në përputhje me këtë plan paqeje që u paraqit Shtëpisë së Bardhë nëpërmjet ndërmjetësve pakistanez. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.